Një qendër e re për artin dhe kulturën po ngrihet në Petrel. Kengo Art Park është një projekt unik që po merr formë në mes të natyrës, në një sipërfaqe për 32.000 metra shkatror në një zonë ish ushtarake. Hapësira do t'u dedikohet artistëve, artëdashësve dhe fëmijëve, si dhe do të shërbejë si një destinacion i ri për turistët. Kryeministri Edi Rama inspektoi këtë të mërkurë ecurinë e punimeve, duke bërë të ditur se projekti mban firmën e arkitektit japonez Kengo Kuma dhe pritet të përfundojë në shtatorin e ardhshëm. Praktikisht ka mbaruar pjesa e përforcimit, që është bërë komplet nga para, këto kanë qenë godina të rënuara, dhe kanë filluar pjesën e rifiniturave të brendshme dhe pjesa e suvatimeve të brendshme që do jetë me suva akustike dhe kundra lagështirës për që janë të veçanta për këto lloj funksionesh. Me një sipërfaqe ndërtimi prej rreth 7.400 metra shkatror, Kengo Art Park synon të kthehet në një nga hapësirat më të mëdha të artit dhe kulturës në Tiranë, por efektet e pritshme janë të shumëfishta, e jo vetëm për artin e kulturën. Ky si projekt është në vazhdim e projekteve që qeveria shqiptare ka ndërmarrë për transformimin e aseteve publike, të cilat kanë degraduar duke kthyer këto në qendra zhvillimi, duke kthyer si nga pikpamja arkitekturore dhe urbanistike, po ashtu edhe nga pikpamja funksionale. Duke kthyer në një qendër arti, inovacioni, kulture, por dhe një qendër socializimi për të rinj dhe për fëmijët, të cilët mund vinë këtu do ketë workshope, punishte, ashtu dhe mjediset e tjera ndihmëse në funksion të këtij, duke kthyer realisht në një park në mes të natyrës. Projekti përfshin pavione ekspozimi të përhershëm dhe të përkohshëm, ambiente për workshop dhe punishte arti e shtëpi për artist. Po ashtu parashikohen hapësira administrative si edhe zona shërbimi, bar, restorante, ambiente pritjeje, informacioni dhe sheshe të hapura për vizitorët.